Bënë shumë pushi që ka ma pak, me gjenë së është ndoshta edhe fillimi sezonës, po ma pak ka nga diaspora ose ka shumë pushim, Prishtina si Prishtinë. Po pse mendon që më pak po vinë mërgjimtarët, sepse shumica po thonë që nuk është si përpara, siç ka qenë. Besoj që arsyeja është që edhe familjet i kanë atje, pastaj puna e udhëtimit, prej perëndimit. E kam fjalën kur vi me automobile, ku ju merr shumë kohë, plus probleme që po i kanë gjatë udhëtimit. Ajo mund me qenë pastaj edhe Bregdeti shqiptar nuk është i dirë që ka qenë. Kushtimisht themi, në bazë të vetë fjalëve që më tregojnë që me ato të holla që i shpenzojnë këtë udhëtimin edhe dhe në Shqipëri me ato të holla kalojnë në Spanjë që e kanë shumë më afër, për shembull, ose në Itali. Po ju e keni dikon që jeton jashtë vendit? Po. Kanë e keni? Kam djalin. A ju merr malli për djalin? Normal që merr malli, po si a gëzohesh kur vjen ose si e përjeton atë moment? Natyrisht, po ai vjen rregullisht, edhe pse është bukur larg në ata në oqeanit. Cilin vend jeton? Në New York. New York. Po e mbal mend kur ka shku jashtë vendit, si ka qenë ai moment për juve, si e pritet? Shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Po që sa vite është atje? Është që një vit. Që një vit? Që një vit. Një vit e ma tepër. A ka më ardhë këtë vit, apo? Jo, ka qenë. Ka qenë? Ka qenë më herët. Po mendon që mërgjimtarët edhe pëndreqin atmosferën këto në Kosovë? Gjithsesi. Po për fond, a ke një mesazh për të gjithë mërgjimtarët ose edhe ne këto në Kosovë? Mas mire e dinë, unë jam i bindun që si kur t'ishte realizu ajo që kemi mendu pas luftës, njerëzit kishin qenë këtu, e kom fjallën për kualitetin e jetës, jam i qarë. Gjithë ne kemi mendu, nësi duket gabim i këshim pas, që si është shqiptar të aftë, në bazë parasysh kohën e Miloshit, me egzistu, me mbijetu, unë personalisht edhe gjenerata ime, unë kom mendu që Kosovën për 5 vite do bëhet një vend që kanë me ardhë njerëz me jetu. Kom mendu që do të kalon Zvicrës, gabimisht qenë, fatkeqësisht. Çka mendon që duhet me ndryshu në Kosovë, diçka? Në arsim, me ngritë kualitetin e arsimit, në shëndetësi, e kështu me radhë. Fillimisht nga veni, nga cili qytet i Kosovës? Nga Prishtina. A jeton këtu apo jashtë vendit? Jo, jetoj në Francë. Po si është jeta në Francë? Sa ka dallim prej jetës në Kosovë? Ka dallim sepse njerëzit në Francë janë më ndryshe, në Kosovë janë më ndryshe. Çka ka diçka që dallojnë qërvat? Me thonë drejtën, unë këtu kum lindë ju më rrit, pastaj më shku në Francë, në Strasburg jetoj. Jeta më pëlqen këtu shumë, rinia. Po vera sidomos, se kum qenë edhe dimrit, po erdha prapë. Sa shpesh vini në Kosovë, a vizitoni? 2 deri në 3 herë. Po çka ju pëlqen më shumë ti në Kosovë që ju merr malli diçka këto kur jeni jashtë vendit? Shembull ushqime tradicionale. Cili është një ushqim i preferuar tradicional? Këto që janë flia, këto pitet. Po për cilin familjar ju merr malli më shumë ti? Një që kështë dallu pak më shumë. Disa kanë shku, disa janë mbet, këta që kanë mbet. Në për kafe, shetit na më pëlqen shumë rinia e Kosovës. Po, a ke ndonjë qytet tjetër që e viziton që duket i bukur apo më shumë e preferon Prishtinën? Po Prishtina vendlindja jam, më pëlqen shumë, pastaj dalë edhe anej shëtis nga Batlava. Kom qef me ecë shumë natyrë, më pëlqen rinia. Femrat e Kosovës më pëlqejnë shumë. A ma shumë pëlqejnë femrat e Kosovës apo atje në Francë ose jashtë vendit? Kosovës janë të veçanta, e kanë theksin shumë të mirë dhe më pëlqen mënyra se si folin, si shprehen, janë shumë elegante, të bukura, e majnë veten. Francezët janë pak nuk i kushtojnë shumë rëndësi vetës. Okej. Mos ju jeni shumë e bukur. Faleminderit shumë për juve, faleminderit. Po për fund, a keni një mesazh për të gjithë që jetojnë jashtë vendit apo edhe për ne këtu në Kosovë? Po, e kam një mesazh shumë të fortë. Kisha pas dëshirë që
rinia jashtë shqiptare që jetojnë edhe Kosovës, mos bëjnë dallime, ta dojnë njëri tjetrin, të fejojnë, të martohen, të krijojnë familje, mos thojnë jo ai jashtë, jo këtu në Kosovë ose Pasi e cek edhe këtë çfarë mendon për këto përçarje që po ndodhin mes mërgjimtarëve dhe neve që jetojmë këtu në Kosovë, që po bëjnë disa dallime që Nuk e di që ka përçarje, po janë thanje pa lidhje, kështu shprehen pa lidhje, domethënë është e palogjikshme. Për shembull, që unë me ty shumë mirë po folë, s'ka ndaj farë dallimi, edhe kështu që martono. Se do njëm të kërku një nuse, inshallah e gjaj. Patjetër shpresojmë. Inshallah kjo verë sjell rezultat, çështë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe për juve, jeni shumë simpatike, shumë e sjellshme. Prej nga vini edhe ku jetoni të dyja? Nga Prishtina jetoj në Madrid, në Spanjë. Si është jeta atje? Spanjë jeta është normale, si në çdo qytet i madh, metropol botnor, kampion bote, kështu që vive Shpanja. Domethënë si çdo vend tjetër me punë, me obligime të përditshme. Po, a mendo, çka të merr malli më shumë për Kosovën? Njerëzit. Domethënë dashuria shpirtënore, domethënë që unë dikush ndjen ose na mërgëtar që ndjen për vendin, është diçka që vetëm mërgjimtari e kupton mërgjimtar. Kështu mund të flas për veti, po besoj që kam aty është diku. Po që sa vite jetoni në Spanjë? Kam shumë vite, ma mirë mos me pyetja tjetër. Ka shumë. Prej mileniumit të kaluam, domethënë. Po, a vini shpesh në Kosovë? Sa herë që mundëm, këtë vit kjo është hera 2 që kam marrë para 3 muaj nëse s'ka bojti, ku në mars, të shohim. Do shta një herë në tetor, nëntor, të shohim si bëhen, si puna le. Çka mendon për këto dallime që po bëhen mes mërgjimtarëve dhe njerëzve që jetojnë në Kosovë këto, që edhe në rrjetet sociale që po dalin? Rrjetet sociale është si inteligjenca artificiale, nëse përdoret për gjëra të mira, është e mirë se ardhë. Nëse përdoret për gjëra që shumë ofendojnë e tjera që edhe në botën e të çmendurit edhe i çmendur mendon që është më i mençur apo jo. Kështu që më varet, të na fjalë më me shtri kam sa ti zej organ apo jo. Domethënë kështu që dallimet, paragjykimet, shoqër ka shumë njerëz që kanë dalë. Kujtohet, unë kam jetu në Gjermani para shumë viteve dhe një slogan kështu përpara në për këta fansat e futbollit që thonë se cili është i huaj apo jo nuk udhtoni kurrë. Edhe kjo puni ka diku 35-6 vite që po më ka mbet, që është e vërtetë. Vetëm ata që nuk dalin, nuk shohin, paragjykojnë e gjykojnë. Po, mbasi edhe në Kosovë, kur je në Spanjë, cili është një ushqim që të mungon më shumë ti që atje nuk e ke? Nuk kam problem, unë bëj gjellërat e tjera, vetë nuk kam, kështu nuk, fatmirësisht ha mirë, pi mirë, nuk e kam atë problem. Ta nostalgjia është tjetër për ata thash që janë njerëzit që mas shumë t'i mungojnë, se çështja ushqimit, Spanja një ndër vendet që ushqimit është më i cilësuar gjithë botën, no? Mbas Perus aktualisht. Po përfon një mesazh për të gjithë shqiptarët edhe Kënaquni se një jetë e kemi, kënaquni bëni mirë, dëgjoni mirë, e mira përçohet, e keqja këtu edhe në anën tjetër të kaloj. Përgjigjja vim për Brukselit, qendër të Evropës. Këtu në Kosovë, në cilin vend? Prishtinë. Si është jeta e vështirë jashtë vendit apo është? Po, nuk është edhe lehtë, është edhe vështirë. Diçka ma sfiduese për juve, kur keni shku në fillimet? Fillime përpara kur kena shku në vitet të 10, ka qenë shumë e vështirë. Se s'kemi pas telefona, s'kemi pas asgjë, s'pa gjuhë. Gradualisht, gadal, gjetëm vetën atje. Për kë ju merr malli më shumë ti kur? Për familjar, kuptohet. Një që i kishe veçu pak më shumë, apo gjithnjë? Gjithnjëjt, familjarët, vendi. Po ndonjë ushqim që të merr malli apo i keni edhe atje ushqime? Edhe keni një nësaj, kemi atje nësaj, një lloj kemi. Po si pjo duket atmosfera këtë verë këto? Po mentalisht tash kemi ardhur njerë për njerë duket mirë. A keni plan edhe me shku diku në deti apo vetëm? Mi krye. Si u duke atje? Ku ketë në cilit vend? Shqipëri, gjithmonë Shqipëri. Si u duke në çmimet? Me krahasim se nga jugu janë më shtrejt, veri kënej ka veri poja shëngjini janë sikur në Prishtinë gati. Shumë pak dallim. Kafja bile kafja, ma lirë është në plazh se që në Prishtinë qendër. Po për fonde, keni një mesazh për të gjithë shqiptarët apo edhe ata që jetojnë jashtë vendit? Për ata që jetojnë, të vinë sa më shumë në Kosovë, të shijojnë, të kalojnë pushimet kote, të harxojmë lekë të këtë.